Tirana është shumë pranë shpalljes kampione në voleboll për femra pasi ka siguruar 2 fitore në serin finale dhe tashmë pret të luajë ndeshjen e 4 në kryeqytet. Takimi i tretë i zhvilluar në fushën e Pogradecit ishte mjaft emocionues dhe u vendos vetëm pas 5 seteve të luftuara fort. Setin e parë fituan liqenorët me rezultatin 25-19, ndërsa Tirana reagoi duke marrë të dytin 22-25. Pogradeci riktheu avantazhin me fitoren 25-21 në setin e tretë, por kryeqytetaset barazuan sërish pas setit të katërt të fituar 23-25. Në setin vendimtar, Tirana u tregua më saktë, duke triumfuar 10-15 dhe duke fituar gjithnjë ndeshjen 2-3. Pas ndeshjes, lojtaria turke Sigme Kokmaz u shpreh optimiste për përfundimin e serisë në Tiranë. Pas humbjes së ndeshjes së dytë në fushën tonë, menduam që do të shpalleshim kampione në shtëpi, ndaj nuk u dëshpëruam. Gjithsesi, duam të bëhemi kampion në fushën tonë, ndaj në ndeshjen e radhës shpresojmë të arrijmë këtë. Kishim shumë emocion, por i tham vetes që nuk është momenti për të friksuar, duhet të luajmë me guxim. Ndërkohë, kapitenja Engeleda Braho theksoi peshën e eksperiencës dhe historisë së klubit. Ne vim fitojmë këtu dhe Pogradeci ka fituar një ndeshje në Tiranë, nuk do të thot asgjë për mua si kapitenja e Tiranës. Ne duhet vazhdojmë punojmë, të japim maksimumin në ndeshjen e fundit se kemi shumë afër titullit, por kjo s'do të thotë që kemi gjë të sigurt. Voleybolli është një kompleksitet elementesh edhe mund të çdoj një, mund të fitohet një, kështu që nuk mund të përcaktoj vetëm një. Normalisht, siç ka studiuar Pogradeci lojën tonë që na mbyll 2 anësorët kryesore, të njëjtën gjë, sepse kjo është skemë e njohur voleyboll, nuk është se ne apo Pogradeci ka bërë diçka wow. Kupton, janë gjëra shumë elementare të luetur voleyboll, të bllokon lojtarët më të mira. Ndeshja e 4 do të luhet këtë mesjavë në Tiranë, aty ku Pogradeci, drejtuar nga trajneri Besnik Lisha, ka fituar më herët ndeshjen e dytë me rezultatin 1-3. Në qoftë se Tirana fiton këtë ndeshje, shpallet kampione, në të kundërt, ndeshja e 5 luhet në Pogradec, aty ku dhe përcaktohet skuadra e titullit.